A dini për çka ka orë koha? Orë koha me ju full për operimin që kom bo në bark. E di që kom marrë shumë kohë deri për me ju tregu për krejt procesin se shumë ka ecë mu, ama mas pare po filloj me arsyen pse kom vendos me bo këtë operim. Unë e di që ka me pas komente ndryshme që mojnë me thonë pse s'ke ushtru fitness, pse nuk i ke baj dietat, e të tjera të tjerë. Një sen po du m'ja u qitë një reminder. Unë se është stërthon kësan, ama prej që kom bo operimin e shpinas, unë kom fillu me shtu pesh gogja shumë. Edhe unë kom ushtru fitness, më me përcilë dhe TikTokat më poshtë, ama unë kom mojtë me arrit rezultat këtë pjesë të tjera trupit, po të barku jo. Se pjesën e shpinas, bashku i kam të vendosu na vidat, unë e qatë pjesë barkut nuk me ushtru se s'kam leves shumerit trupet për me ushtru qatë pjesë, te edhe 2-3 vjatë me ushtru krejt e dina që barku në shumë probleme hik. Unë nuk është qem një rahat me trupin tam edhe thash, okej, po mendoj mirë se çka moj me bo. Kom provu detox, kom provu dieta, nuk është më kanë dimu asnjona. Edhe vendosa me bo liposuksionin. Jem hikum let's Google gjatë shumë para se me bo, që me pas informacione sa ma të mira, që edhe në që fësi jam dhimbjet pak të me ditë se që shme reagu. Unë e kom vendos me bo liposuksionin të spitali Amerikan, më ka pëlqy shumë doktore, mënyrën që ma ka spjegu, mi ka kallëzu rezultatet e tjerba, edhe veç i kom besu për punën e vetë që e ban, ke erë dita për me hin operim. Unë nuk jem tut heq. E di që nuk kam e ndije dhimbje, momentin që e në operim, kur qohash një 2-3 orë të mira e ki që s'ki dhimbje e, që tani më në me të lëshu dhimbt. Okej. Operime ka zgjatë 4 orë. E di që është shumë, ama unë e kom bo 360 shkallë. E kom bo kitë pjesën këto anash, knaj krejt, kitë pjesën e barkut, anësoret edhe të shpina mbrapa. Momentit që më qupe operimet, nuk kom pas dhimbje. Muj me thonë, mas 3-4 ore, ja ka njësë më lëshu dhimt, ama nuk jenë kanë dhimt në dhaja. Jenë kanë si kur dhimt ku të merë kalljet Moskojv. Rikuperime ka vazhdu 3 det, unë e kam i kallzu drejt, pa jo rajt heq. 3 det nuk më jtë më qu vet, nuk më jtë më shku në banjë vet, as më ndru, as më laku. U kanë, do me thonë që aje dhimbja shpithon si kur me marë kallit të Moskojv që nuk më nësh me livrit, ama jo dhimbë të madhe që me pas nevoj me pi qetësusa ose me shku me marë infuziona. Jo. Do me thonë, 3 det është me pas dikan që kujdeset për ty, se vet nuk i me majtë. As kësaj, po du mja cek që qatu det, e jo qatu det, po gati për 6 muaj do në me pi ujë shumë, edhe do në më kujdes edhe për ushqim se çka hane. Unë deri sot, mos më rajt, deri sot, jo po deri para 3 dite, kom hangër vetë salata, kom hangër chicken teriyaki që më në me gjete pukeja, edhe pse nuk është reklam kjo, po du më kallzu ku më në me hangër shëndetshëm, edhe më në me pi detox me trongoj, me ginger edhe me lime.